Tifozët që i qëndruan gjithmonë pas në tribuna erdhën ta përcjellin edhe në amshëm. Ata bashkë me familjarë dhe dashamirë të futbollit, të hënën pas dite po i dhënë lamtumirën e fundit futbollistit Fatjan Bunjakut, i cili u vdeq në moshën 22 vjeçare. Bunjaku nuk u bëri ballë plagëve pas një vet aksidenti, duke lënë të pikëlluar të gjithë futbolldashtit, edhe klubin Elbasanin ku vetëm një javë më parë kishte zhvilluar ndeshjen e fundit. Mes lotësh, tifozët e klubit shqiptar ja dorëzuan një pllakat familjes Bunjaku, kurse ish bashkëlojtari Gjanatan Lajthia e pati të vështirë të i gjej fjalët lamtumirëse. Një humbje shumë e madhe për ne, për familjarët e tij, për gjithë komunitetin e futbollit. Jemi shumë të hidhëruar me këtë lajm dhe Zoti e shpërbleft me xhenet. Kurse Zevenc, trajneri i ekipit, tregoi se nuk do ta harrojnë Fatjan Bunjakun. Fatjanin do ta kujtoj si një djalë me zemër shumë të madhe që bënte për shokët, i jepte shpirtin për ekipin, për çdo gjë, një luftëtar do ta quaj. Ndërkohë trajneri Malishevas Bylbir Sokoli theksoi se sulmuesi do të lë zbrasti të madhe në futbollin kosovar. Vdekja e hershme e tij është një humbje shumë e madhe, para së gjithash për familjen e tij, por është humbje e madhe edhe për komunitetin sportiv shqiptar në Kosovë, Shqipëri edhe në gjitha viset ku Fatjoni luajti. Kurse familjarit të ndjerit pati një thirrje për të gjithë të rinjët. Ky yll neve na ushua, me lejoni që t'i falenderoj të gjithë ata që shprehen ngushëllime dhe ndon dhimbjen me neve në këto momente të vështira. Dhe gjithashtu i los të gjithë të rinjët që të kenë kujdes gjatë ngasjes së makinave. Fatjoni kishte bërë karrierë edhe në disa klube të Kosovës, përfshirë Trepçën, Gjilanin dhe Malishevën së fundmi. Ai ka mbrojtur dhe ngjyrat e kombëtaras së Kosovës për grupmoshën U21, teksa për vdekjen e tij ngushëllime erdhen edhe nga shtëpia e futbollit evropian UEFA dhe të gjithë aktorët e sportit.